Prandaj është shumë rëndësi radhë të parë ne me meditu për madhrinë e Allahut, për fuqinë e Allahut, por edhe për krijesat që Allah i ka kriju. Subhanallah. Kush e mban qiellin? Sin Pej, sin Mekë, si Istanbul, si Washington, si Kuala Lumpur, si Jakarta, që ky qiell është. Ku janë shtyllat e qiellit? Allahu thot bi ghayri amadin tarawnaha. Ku janë shtyllat e qiellit që s'po i shihni ju? Qysh mund po mundet ky qiell me ndajt? Asnjë shtyll nuk e ka. Kush e mban qiellin? Dielli çdo ditë lind. Dielli perëndon, hana, yjet. Po e thithim ajrin. E ki pa dhe njerës që Allah i ka sprovu me smundje, me asmen. Lajla, unë e ti se kem gajla atë pun. Sa herë merë frymti, a e kujton këtë mirësi të Allahut. Sa mirësi Allahut. Për shembull, po i lexoj ajetet, vetëm një prej ajeteve që i ka përmend Imamu Nawawi rahimahullah në këtë kapitull. Thot Allahu dhul Jalal, surën Ghashiyah 17:21. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. A nuk ndaleni ju me pa se si Allahu e krijoi devën? Sa është interesant deva, çfarë krijese. Nëse sot e keni dëshirë, hini pak në YouTube, ka emisione të ndryshme që tregojnë për karakteristikat, për veçoritë e kësaj kafshë shumë interesante. Allahu dhul Jalal e ka bën një kafshë e cila i reziston shkretirave, udhëtimeve të gjata, temperaturave të larta, ka kapacitet me pi një sasi shumë të madhe të ujit, pastaj për javë të tana mos me pi ujë. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Një sabi i vogël e merr për kërpeshi devën e çon kat don. La ilaha illallah. Kush e boni devën këtë kafshë kaq të madhe, dbut, e janë nështroj njeriut? Janë nështroj njeriut. Allahu e krijoi këto për me qenë kjo në shërbim të njeriut. Prandaj Allahu ka marrë shembull, thot, a nuk po ndaleni të kujtoni dhe të meditoni rreth krijimit të devës, krijimi i saj, neve në fund na çon mbushet zemra plot respekt e madhërisë ndaj Allahut te baraka wa taala. Wa ila as-samai kayfa rufi'at. A nuk ndaleni me ngrit kokën tuaj e të mendoni qysh Allahu e ngriti qiellin, sikur thamë më herët, si ka mundësi qielli kaq i madh qëndron, po asnjë shtyll, kush po e mban qiellin? Wa ila al-jibali kayfa nusibat. A nuk po i shihni malet edhe bjesht gjithandej ruzullit toksor, kush i mban malet? Këto bjesht të mëdha, qyteti 5, komuna 5, na kemi bjesht interesante. Në Republikën tonë i kemi bjesht më të mirat, bjesht më të mëdhajat. A keni pa të shku rrugës Rrugovës, kur shkon te i pesti? A keni pa ato kërsha, la ilaha illallah? A dini vllazën bjesht edhe kërshat që i shohim na mbi sipërfaqen e tokës, është vetëm 1/3 e trupit tyre. 2/3 janë tokë. 2/3 janë tokë. 1/3 shihet. Dhe madhësia dhe forma pse bjesht edhe kërshat edhe malet janë në këtë formë për mi jep stabilitet tokës. Mos më udridh toka, se ne e dim formën e tokës. O sa bukur i shpjegojnë shkencëtarët. Por një behone e kanë ata shkencëtar, sa bukur i shpjegojnë, edhe në fund nuk thojnë Subhanallahil Azim, i madhruar qoftë Allahu dhul Jalal. Ani do si që janë për shkollës titës edhe të komunizmit, thojnë nana natyrë. Dhe do më thonë, shqeqoni shejtani si ka mësu, me qitë kësi fjallë, nana natyrë. Që nana natyrë, bre, pëse shkon kjo punë kështë, bre. Qysh gjithmonë, e mirë, e kjo farë nana natyrë, e këtë farë nana natyrë, kush e krijoi? Si ka mundësi ky precizitet? Si ka mundësi kjo marë që shtu veç? Kush kujdeset për këtë punë? Ma bre profesori nderuam se pasha Zoti e ka në çmën veten. I e ka ofendon veten. Do të thonë sa bukur i shpjegon krejt proceset, i shpjegon të gjitha kërësit. Në fund veç do të më thonë fjalën Allahu Akbar. Zoti është më i madhi. Allahu Akbar. Në fund e prish edhe e ofendon vetveten.
Se robi në fund për ulet para Allahut, për ulet para Allahut kur e sheh madhrin dhe fuqin e Allahut te baraka wa taala.